si vin disa gjëra në jetë. Domethënë dikush ka ëndër bëhet aktor, dikush ka ëndër bëhet politikan, dikush ka ëndër të ketë një shofer personal që mund të jetë kryeministër. Ëndra ime u plotësuan. Do thënë ju me kë jam sot. Me të vetmin që ka bërë thyrje rekord shikueshmërie ditë dhe fundit në aspektin viral të gjithë rrjeteve sociale, media gjithandej, si është shpërthimi më njëherë shumë bum. Lëvizim bashkë. Përshëndetje të dashur tifozë ndjekës të Ermanit. Ditë me shi sot. Ditë me shi dhe ditë për spak. Ditë për spak. Si ndjesh kur shkon në spak? Kur je në spak? Ditë me shi, ditë me bereqet, do të thënë ditë për spak. Cilët i urojmë shumë bereqet, se bereqeti spakut është bereqeti njerëzve. S'pëtron spaku fare. Spakun e mbështes me shpirt dhe me vepra. Se jam I vetmi aktor politik që ka provuar me ligjin që kemi çuar në vendin e Shqipërisë. Për të dhënë shtetit totale spakut, për të dhënë financa, për të dhënë burime njerëzore, për të bërë ndryshimet në ligjet shqiptare që t'ja lehtësojnë bashkëpunimin me kolegët në vendet huaja, prokuroritë e Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, sikundër edhe ligji për vettingun e politikanëve, apo heqja e imunitetit parlamentarëve, janë të treja propozime që mbajnë firmën time dhe besoj flasim më mirë sa fjalët. Më pëlqen paktën kur ka një lloj entuziazmi pozitiv në raport me mbështetjen, edhe pse në pamje të parë duket me fjalët, por ju e keni treguar her pas here edhe me qendrimet tuaja me krahat e forta. Tani unë do e nis padyshim me këtë që ka qenë në fokus të ditëve të fundit. Me rëndësi shumë. O Rame, si eri si ide personale, vin dikë ka pritur, apo mos ndoshta. Ka një bashkëpunim ndërmjet jush kështu të fshehtë. Ka bërë një video të tillë, uroj mos ta kesh parë atë, se do më thosh zbrit në makinë. Nuk zbrest gazetar nga makina. Se ju keni detyrë të pyesni, ne kemi detyrë të përgjigjemi. Kështu është. Lindi, por herë të përsëritur, Rama pyeste në ato çabanca emisione, podcast të vetat në hipodrom. Pyeste o lul ku je lul. Unë pse kisha dëgjuar, më thonë, edhe një kolegu yt masollin vëmendje. Më tha, këtë ka bërë të dielën. Masollit hënë vëmendje. Unë isha nisë për I takim tek njësia një, dega një, themi ne, për prezantimin e kandidatëve, prezantimin e Olira Pahurit. Dhe ky më çon këtë. Thash, me që pas ka nisë, për I kthe dhe unë I përgjigje. Dhe mori, thash, o Rame, ja ku jam. Po ti ku je, më kanë thonë që e fut me I bodrum, I bë rreshtore, dhe tjere, kemi gjithë. Dhe kështu filloi pastaj. Ka shumë nga ata që cilat e konsiderojnë si diçka jo të mirë për aspektin tuaj. Pra, okay, Rama thotë po shfrytëzon situatë, po ju për çfarë po shfrytëzoni? Për gjën më të rëndësishme që duhet dinë shqiptarët sot. 12 vjet Edi Rama ka pas mundësinë për të bërë diçka për këtë vend, dhe e vetmja gjë që shqiptarët mbajnë mend është 77313, që është bërë simbolik për kabinetin e Ramës, që është ose në burg, ose në spak, ose në rrati. Tani më lejo të komplimentoj për këtë 77313 se është gjetje e papar, edhe jo se jam këtu, por realisht është gjetje. Është e vërteta. E shfrytëzove situatën që ndodhi me 313. Është e vërteta. S'ka si sforcim. Dhe kur e vërteta takohet me humorin, sigurisht që njerëzit e pëlqejnë. Por fakti është që shokët e tij, që nuk kthen përgjigje ku I ka shokët, janë burg për korrupsion, janë narrati nga spaku se kërkohen për korrupsion. Dhe ky nuk kthen përgjigje. A janë këta shok që I kanë hëngrë mas shpinë e gjithë, dhe ky që ka kaq I paaft, siç e thash një natë. Në një ndër videot e dashurisë. Jo, s'ka dashuri, ka të vërteta këtu. Në një ndër videot. Tjetër se ne unë ja them me të qeshme, po me të ngjeshme. Dhe I thash, tashi, me gjithë ta shok në burg për korrupsion. O ti je I paaft, pra je më buf se bufi, ose ti je pjesë e kësaj. Duke qenë kryeministër, ke përgjegjësi absolute për këtë. Politike dhe penale. Ky është një diskutim që ai nuk do ta bëj.
jo rëshqet gjatë gjithë Po kohës. nëse për shembull të fton në podcast, do të shkosh? Ne jemi fushat, dhe fushat ka debat. Kështu që unë nuk do t'iki asnjë mundësie për të debatuar me Edi Ramën. Sigurisht Edi Rama ka fiks 11 vjet që i ikën çdo mundësie për debatuar. Do përpiqem mos ta bëj shumë politike këtë, se do përpiqem domun pastaj të jem të bëj atë oponencën, edhe s'dua që kjo të shkoj debat të fortë. Ta mbajmë pak me batut se na ke kënaq këtë kohë. Po sigurisht edhe me 11 maj do flasim, po kemi mos ta bëjmë shumë akuzat, se do më thon pastaj do më zbresin ata në makina. Se unë për disa vitesh mulej dhe majorancë si gazetar. S'jam mësu normal, jam mësu me përgëdhelja, jam mësu me kritika. Ndërkohë në timon si, se duket mirë deri tani. Po mashallah. Mos flasim për ato. Mashallah. Ta temën e ke marrë këtu apo jashtë? Ja, këtu e kam marrë. Me lekë apo? E kam marrë fare i ri, e kam marrë 18 vjeç, para se të nisesha për studim në Holand. Për studimin në Holand, dhe ka qenë një kohë me thënë drejtën, ndoshta edhe atëherë më është në lekë, po tamam që i thanë autoshkollën e gjitha, dhe kam pas mundësi të jap si në Shqipëri me të gjitha problemet edhe në perëndim. Kështu që ndihem shumë komod me timonin. Është timon për vërtet i Erbajt. Po për vërtet. Jo, ai timoni lodhë që marr Rama në dorë. Do bësh pjesë e timonit të Ramës në zgjedhjet e 11 majit, edhe këtu në kuptoj koalicionin, kuptimin. Koalicion, ajo koha e firmosës së koalicioneve tani më kaloi, po çfarë do ndodhte nëse Rama do kishte nevojë për të qenë bashkë në 11 maj, ose në 12 më saktë. Rama i ka sjellë shokët e vet. Edhe tash që i ka mburgë pjesë të madhe, ta tjerët që bën sikur i shan si ndahet zemra për ty. Koalicioni i Ramës është tregu kur votuan bashkë amnistin për liruar të korruptuarit e Spakut. Koalicioni i Ramës është tregu kur mbështesin njëri tjetrin për mbyll listat, gjykata kushtetuese i hapi, ta e mbyllën. Koalicioni i Ramës është me ata të cilët njësoj si Rama kanë jetin hallë. Spakun. Jo Spakun tatë, po Spakun e madh. Po edhe këtu nëse vini e sigur që do zbërtheni me dokumenta. Unë dua që padyshim ta kemi këtë kohën e shfrytzuar në të mirë edhe të dhënë vetëm mesazhe për qytetarët, se për te batuta vjeta më së miri. Domethënë, humori më i madh deri aty nuk ka dhe dhimbje më të madhe ndonjëherë se s'ke se si operon ndryshe. Po sa pretendon për shkak për fituar për zgjedhjen e 11 majit? Si është rezultati real që ke në mendje dhe si objektiv? Kjo është një fushat ndryshe nga çdo gjë tjetër që kam pasur, sepse për herë të parë jam i çliruar nga komplekse të situatave të mëparshme dhe kam një dhe vetëm një synim. Duke ndje dhimbjen, po edhe shpresat e shqiptarëve, t'ju ofroj më të mirën e mundshme dhe t'i lë ata të vendosin. Dhe kjo është arsyeja pse kemi dalë në këto zgjedhje me lista të hapura. Koalicioni Euroatlantik është i vetmi koalicion që ka një listë plot, të vërtetë, dinjitoze, njerëzish, të komunitetit, që vinë nga komuniteti, që janë njësoj si ata të cilëve ju përken votën, dhe që në listë hapur do të arrin të marrin ato vota që qytetarët do ju besojnë, pra nuk janë të paracaktuar. Kështu që në këtë kuptim, detyra jonë është t'ju japim shqiptarëve programin që e kemi shpallë me 1 qershor të vitit kaluar, edhe më vjen me qesh me disa gazetarë që thonë fol me alternativa, fol me program. Kur unë publikoja programin, këta censuroheshin ose vetë censuroheshin. Apo për ligjet, për vettingun e politikanëve, për heqjen e imunitetit, për ligjin, për Spakun, etj. Këta censuronin mua apo vetë censuronin mediat e tyre. E tani më thonë ku e ke programin. Programi është shpallë me 1 qershor. Ka dhe media që më kanë premtuar për 6 muaj që do të debatojnë programin dhe nuk e kam mbajtur fjalën. E shikon problem edhe këtë pjesën e të transmetimit të mediumeve. Jo, s'ka si problem. Unë do e vazhdoj në mënyrën time dhe gjithë ne jemi të vendosur ta vazhdojmë në mënyrën tonë, sepse detyra jonë për të këtyre pyetje jote është të japim shqiptarëve një alternativë. Me datë 11 maj, po mos ishim ne, do ishte zgjedhje pas zgjedhje, o Rama o Berisha. Nga shiu në breshër, nga breshri në shi. Kurse me koalicionin Euroatlantik numri 4, ka program, ka ekip, ka alternativ, ka një grup njerëzish, një lidhje qytetare që ndjen dhimbjen e familjeve shqiptare, i ndjen hallet e prindërve shqiptar, i ndjen brengat
e gjysheve dhe gjysheve tona i kupton, sepse përpiqet i kuptojë shpresat, ëndrat, por dhe shqetësimet e rinisë shqiptare, se këta as përpiqen t'i kuptojnë shqetësimet e rinisë shqiptare dhe ju jep përgjigje me një program, të cilin dua ta them, CDU-ja gjermane, unë e shpall në vitin e kaluar, ekspert CDU-s gjermane thanë, është programi më i mirë në 35 vite në Ballkan dhe programi i parë vërtet i djathtë i Shqipërisë që vendos në qendër familjen, shtresën e mesme, sipërmarrjen, rininë shqiptare, pra ato vlera që ndërtojnë një shoqëri të shëndetshme dhe një të ardhmë të sigurt. Uroj që të bëhet më e mira padyshim edhe sepse koha mësoj se ka kaluar Shqipërisë të ketë një ekip fantastik për ta menaxhuar, jo i ka ardhur, por të ketë gjitha të mirat dhe pa kaluar pas në sfera të tjera, jo korrupsioni, jo voti, jo standardi i pushtetit të tjera me radhë. Uroj që këtë herë të paktën të jenë konkrete shifrat ato çka qytetarët i ofrojnë dhe që mos ngrihen pretendime, qofshin të vërteta apo të gabuara. Faleminderit Dermo Live për mbështetjen dhe suportin në këtë program. Tani, derisa do të zgjasin ky bashkëpunimi, po e quaj kështu me Ramën. Zero bashkëpunim me Ramën. Jo, flas në raport me vitin kemi qartë. Ramën duhet ta shoh një orë më parë tik nga kryeministri. Dhe duhet të them që këto zgjedhje për çdo shqiptar, por në veçanti për socialistët, zgjedhja është bardhë e zi. O je me Ramën, o je me Shqipërinë. O je me Ramën, o je me familjen tate. O je me Ramën, o je me fëmijët e tu. Nëse je me Ramën, je kundër Shqipërisë, je kundër familjes tate, je kundër fëmijëve tu. Dhe do të marrësh përgjegjësi pas 12 vitesh i mashtruar, i tradhtuar, i braktisur, i varfruar, i shpunsuar, i emigruar, i diskriminuar, i tatuar, i mbi tatuar, i shpronsuar, pa paguar, duhet marrësh përgjegjësi me votë me datë 11 maj për të larguar Edi Ramën. A mund ta marrë kryeministrin në kamerë që të replikosh se nuk ka dalë të ndryshe? A të del ai sa? Pa falesh. Ka vite që më shmang. Dhe me drejt. Apo jo. Rame. Shmang si i madh. Ka ardhur momenti që nëse po them kështu të gjitha forcat politike nuk arrin dot të gjejnë të marrin më saktë një rezultat konkret për të qenë në formë qeverisëse, të kesh një bashkëpunim, një diskutim me forcat e reja dhe pse nuk shkove me ta. Nëse keni patur një diskutim konkret. Unë kam qenë për bashkëpunim me të gjithë ata që 1. Mbështesin pa kushte sfarë. 2. Janë pa kushte kundër korrupsionit, pra nuk bashkojnë votat për të liruar të korruptuarit. Dhe 3. I qëndrojnë aksit ton euroatlantik që do të thotë bashkëpunimi ngushtë dhe i pandërprer me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe. Për pyetjen e parë, dua të them që synimi ynë këto zgjedhje është i programi ynë i koalicionit euroatlantik numri 4, kolona që mbështet SPAK-un, edhe të vërtetë SPAK-un e madh, pra drejtësinë, fundin e pandërshmërisë. Synimi ynë është i programi euroatlantik pas këtyre zgjedhjeve dhe me konstituimin e parlamentit dhe qeverisë së re të vihet në zbatim. Alternativa jonë, programi ynë, njerëzit tanë marrin përgjegjësi për të qeverisur Shqipërinë. Në raport me bashkëpunimin me tjerë, kushtet që kisha para se të regjistroheshim zgjedhje do të jenë të pandryshueshme edhe kushtet pas 11 maj. Zero bashkëpunim me Edi Ramën, zero bashkëpunim me çdo të korruptuar, zero bashkëpunim me çdo që sulmon dhe nuk mbështet strukturën e posaçme antikorrupsion. Çfarë do nëse në 12 maj ju nuk vini në timin, nuk fitoni mandat? Se në pushtet ndoshta është pak e vështirë. Pse është e vështirë? Ti mendon që shqiptarët janë dele? Ja, absolutisht se mendoj këtë. As unë se mendoj. Unë mendoj pas 12 vjetësh dhe me kaq sa kanë takuar e biseduar në këto kohë veçanti tani që ka nisur de facto fushata, shumica dormuese shqiptarëve nuk duan në asnjë mënyrë një ditë më shumë me Edi Ramën kryeministër dhe sigurisht nuk shohin shpresë të riciklimit. Ata që riciklojnë diçka që prej kohësh është praktikisur. Kështu që unë mendoj që me alternativën e dur, koalicioni euroatlantik i ka të gjitha mundësitë, ofron programin, vizionin, vendosmërinë dhe njerëz që për 3 vite kanë ndërmarrë rishjet më dha personale për diçka më të madhe se vetë tyre, që shqiptarët votojnë për ndryshim të vërtetë. Kështu që jo vetëm që jam optimist, po jam i bindur që plani i trekëndshit Bermudës
që këto zgjedhjet ishin prap një lojë jo me një portë, por pa porta mes treshës vjetër. I shpër tashmë me koalicionin Euroatlantik zgjedhje, do t'i japi shans shqiptarëve të votojnë atë që ata besojnë se do të sjellë ndryshim të vërtetë dhe jo riciklim. Dhe sigurisht thirrja ime është votojnë koalicionin Euroatlantik, votojnë kandidatët tanë, votojnë numrin 4. Tani, ardhi momenti që të gjithë shqiptarët do presin është të bëjmë videon e famshme. Por unë duaj që i bësh një kërkesë Ramës, brenda mundësive. Çfarë kërkesë? Duhet qenë se i kanë rënë edhe flokët, të do shkosh mbledh flokët. Po e mos jam konflikt interesi unë me Për flokët? Po e me flokët e mirë merret më shumë se me çdo gjë tjetër. Ka vënë dhe ministrat, e kupton? Gjithë ministrat që ju kanë flokët merren me flokët e mirë. Ulsiun me shokë, apo jo? E ke pa atë video ku i the përgjigje Elsi Berberin? Si i thot? I thot, Ulsi, po s'u ngopë të burr, edhe këtë zanati tim do më mamor. Mirë, tani do bëjmë një video të bukur. Miq, ku jemi? Jemi të gjithë sepse Zoti Basha ka momente kur dërgon Zoti Rama videot. Unë shpresoj rastin ta bëjmë këtë herë këtë video, të dërgojmë një video bashkë. Do ta nisëm video, me që jeni timon. Po thirrjen ama, mos harro asnjëherë thirrjen, siç ja bën gjithmonë. Po. Pa diskutim, po për çfarë çështje? Po çfarë thua? A për çfarë dua? Thashë kishte me shaka punë flokë. Po ja mund t'ja bëjmë edhe për flokët se qëndron. Okej. Gati. O Rame! Spak jam Rame! Jo në te që ke frikë ti Rame. Jam Spak Bermalin. Ke qenë Spak Bermalin me Rame. Hajde Rame, hajde. Po e i stash Bermalin para se të shkosh ke i vërteti. Më ram. Alla kati Spaku. 77. 313 Rame. Ndërkohë çfarë dhurata të bëjmë Ramës? Klinika Advance për çfarë kemi për mbjedhjen e flokëve. Shimeve. Hajde. Rikthim në SPAK të herë ishte ndryshe padyshim për ta nisur me politikanë sepse SPAK-u është ai që ka qenë qendër vëmendjes së kohë dhe nuk mund ta shmangim dot, por gjetja në këtë moment edhe ardhja po në këtë lloj forme e Zotit Basha ishte fantastike për cilin e falenderoj shumë tani dhe është vërtet kënaqësi të bëj rrugën bashkë deri në Elbasan. Nuk e dia punoni ndonjë shofer taksi të vidheu me ju në rast tjetër. Kur të dush. Faleminderit shumë edhe suksese në zgjedhjen e majit. Faleminderit shumë, mos harro të votosh koalicionin Euroatlantik. Numri 4. U volos fitoria. Faleminderit gjithë miqtë që na ndoqën në këtë çast, faleminderit Dermo Life edhe për sponsorizimin, faleminderit gjithë ata që bën pjesë jona në këtë projekt. Shihemi në personazhin e radhës.